që ishte edhe një shans i fundit. Së pari nga ona jonë, pastaj me një ndryshim nga ona e presidentës Osmani dhe nuk u realizua sërish. E kjo është që ta kalojmë planin e rritjes të Bashkimit Evropian 880 milion euro, me që është 10% do t'i humbim tash. Gjithë shka po shkon drejt asaj që rreth 88 milion euro do t'i humbim, për shkak se nuk u votua në legjislaturën e 9 plani i rritjes. Më pastaj kemi pas 3 marrëveshje me Bankën Botërore, njëra prej tyre 90 milion euro, e cila ishte për 12 vjet me kamat 0%, dhe 2 të tjera nga 20 milion euro për sistemin informativ shëndetësor dhe për qerdhet në Kosovë, e që të dyja këto kreditë buta dhe mbi 1 miliard euro në këtë mënyrë u pamundësua që Kosova t'i marrë. Në përgjithësi, por aktualisht i kemi 90 plus 20 bëjnë 130 milion euro, plus 88 milion euro, është mbi 200 milion euro që për shkak të kokëforësisë së tyre nuk u votuan. Presidentja ndryshoi njërin prej kërkesave të mia që ishte që të votohet buxheti për vitin 2026. Unë e pranova atë ndryshim se më së shumti për qef e kam pasur buxhetin e vitit 2026, i cili parashihte 4 miliard për vitin 2026, pra buxheti më i madh ndonjëherë. Letë mos harrojmë që kur u bëra kryeministër, buxheti ishte 2.4 miliard. Vitin e ardhshëm është 4 miliard, 2/3 më shumë, por thamë në rregull, po e votojmë këtë me 1/12 për vitin e ardhshëm. Dhe as kjo nuk u pranua, përveç se nuk u pranuan çështja e buxhetit për RTK-n edhe për komunat e Prishtinës, Gjilanit dhe të Zubin Potokut. Pra, e kuptoni, nuk është në rregull ta merrni një fjalë timen me datën 9 shkurt, jo vetëm segmentuar. Vetëm ta përfundoj nëse don. Ose s'bën është. Padyshim. Pra, me datën 9 shkurt, ta merrni një fjalë timen nga një fjalim dhe krejt çfarë ka ndodhur 4 vjet më herët, ose ndoshta edhe 20 vjet më herët, në njërën anë. Dhe këta 8-9 muaj më pas ta abstrahoni dhe të më mveshni mua këtë ngërç që ekziston, e i cili definitivisht vjen për bindjen time nga destruktiviteti opozitar. Sovrani ka dhënë vendimin dhe natyrisht në zgjedhje ka vendosur në shumë raste, edhe për 20 vjeçarin, edhe për 5 vjeçarin, edhe për 4 vjeçarin, edhe për 1 vjeçarin. Burimit të buxheti, shembull, nuk kam se si mos ta marr si pjesë, natyrisht një pjesë të medaljes të asaj çfarë thot segmenti tjetër politik ose pjesa opozitare. Dhe thonë se ju e keni bërë vetëm sa për sy e faqe dhe jeni bazuar komplet në një praktik antiligjore me një varvone për ta krijuar një fotografi të paqen dhe një ide që është pjesa opozitare që nuk po e lejon çështjen e buxhetit dhe ju po tentoni ta bëni 4 miliardëshin që është padyshim një rekord historik. Nuk ka pasur asgjë jo ligjore në atë çfarë kemi propozuar ne. Vendi duhet të ketë qeveri. Unë jam kryeministër në detyrë. Nuk mundet shtetit mos ketë qeveri. Mund të ketë qeveri fuqiplot, ose mund të ketë qeveri efektivisht në dorëheqje, siç jemi ne, tash jemi qeveri në detyrë, por kurse si nuk mund të mbetë